Plotësisht jam I pafajshëm. E pranoj fajësia, kurse pra motja pa leje e pranoj fajësia. Plotësisht jam I pafajshëm. Mirë, shkruajsh. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. A e pranoj fajësinë apo nuk e pranoj? Nuk e pranoj fajësia për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësinë për Kurse pra veprën penale motja dhe pa spionazh. leje e pranoj fajësia. Ndërsa për veprën penale, Armbajtja pa leje. armbajtjes pa leje, armbajtjes për nësi kontroll. E pranon fajësinë. Po. Ky pranim duhet të pranohet dhe I propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajësisë, me që ky pranim fajësie është në përputhje me dispozitat procedurale, filluar nga fakti që nga fillimi ka pasur mbrojtje dhe ka pasur mundësi që mjaftueshëm të konsultohet me të. Mbrojtja pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e pandehurit. Pranimi I fajësisë bazohet në provat materiale që gjenden në shpresat e gjendës dhe pranimi I fajësisë bëhet pas konsultimit paraprak me mbrojtje. Miratohet pranimi I fajësisë nga I akuzuari marrë mqerimi për shkak të veprës penale, pra mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Në raport me të akuzuarin, marrëm qerimi për veprën penale, për të cilën është pranuar fajësia, kryetari trupit gjykues, pajtimin 242 paragrafi 8, në paragrafi 8 pikni, nxjerr këtë akt vendim. Shtyhet shpallja e gjykimit për të akuzuar marrën qerimin për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim pa autorizuar të armëve nga nini 366 paragrafi 1 të KPRK-s deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale.